Një zë që vjen nga diplomacia e Republikës së Kosovës flet për sfidat integruese dhe marrëdhëniet specifike të dy republikave. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali mirëpriti këtë të martë në një leksion të hapur ambasadorin e Republikës së Kosovës Skënder Durmishi. Në takim me student dhe pedagog, por edhe me maturant të Vlorës, mbi marrëdhëniet, ekonominë dhe diplomacinë, perspektivën rajonale dhe proceset integruese në Bashkimin Evropian. Rektori i Universitetit të Vlorës, profesore doktore Aurela Saliaj, theksoi se nëpërmjet këtij takimi ndahet vizioni i përbashkët për Europën dhe për forcimin e vlerave europiane. Sipas rektores, institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri kanë ndikuar në njësimin me institucionet e arsimit të lartë europian për shkak të projekteve, afrimin e kurrikulave akademike, një rrugë sfidash dhe një progresi të vazhdueshëm. Thënë ndryshe, që institucionet e arsimit të lartë janë integruar më shpejt në Bashkimin Evropian. Ashtu si kundër, edhe Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, duke qenë kështu një shembull i mirë dhe pozitiv në këtë drejtim. Shteti i Kosovës dhe shteti shqiptar ndajnë vlera të përbashkëta në identitet, në gjuhë, në kulturë, në histori, pa diskutim, por sot më shumë se kur, ne ndajmë një vizionin ton të përbashkët europianeist. Dhe në këtë koncept, në kuptimin e integrimit në Europë, në forcimin, në potencimin e vlerave europiane, institucionet e arsimit të lartë janë më të avancuara mbasi se të gjitha llojet e tjera të institucioneve, sepse kemi përparuar shumë si në Kosovë dhe në Shqipëri në integrimin, në shkrirjen, në njësimin me hapësirën e arsimit të lartë europian. Institucionet tona të larta në vazhdimsi kanë partneritete të fuqishme dhe kanë kryer projekte shumë të rëndësishme për zhvillimet infrastrukturore të arsimit të lartë, për zhvillimin e kapaciteteve të stafeve, të studentëve, por sidomos në përafrimin e kurrikulave, të cilat në ofrojmë në për auditoret tona, kurrikulat akademike, të cilat po filtrohen, po diskutohen dhe po ekuivalentohen me kurrikulat, për të mos patur asnjë lloj ndryshimi me kurrikulat europiane. Por sa do të kemi arritur, kjo është një rrugë sfiduese, është një progres i vazhdueshëm dhe në këtë koncept kemi shumë nevojë për ndikimin e diplomacisë, për përfaqësimin diplomatik, për promocionin asaj çfarë neve bëjmë në tregun evropian. Ambasadori i Kosovës në Shqipëri Skënder Durmishi u shpreh lumtur për prezencën e tij në Vlorë dhe mbi të gjitha në Universitetin Ismail Qemali, që mban emrin e themeluesit të shtetit shqiptar. Në Vlorë është shans për të prek historinë, për të respektuar të kaluarën lavdishme, është rast për përtritje të kujtesës kombëtare. Kjo është përjetimi shumicës e kosovarëve që vinë në Vlorë, Muzeu i Shpalljes së Pavarësisë, Sheshi i Flamurit, shtëpi e objekte muzeale që dëshmojnë për histori, për Llaverin, për Bregun, pastaj është Kanina, Smoktina, Drashovica e shumë të tjera, Sazani, Karaburuni, e çka jo. Domethënë çdo gjë ka një vlerë të veçantë edhe unë i di motivet e kosovarëve që vinë dhe vinë me shumë emocione, kthehen edhe me më shumë emocione nga këtu. Për të mësuar vinë edhe më shumë për luftën e Vlorës, ndër betejat më të lavdishme të shqiptarëve, në historinë e shqiptarëve. Vinë për të mësuar ndonjë detaj më shumë për trimëritë dhe bëmat e Selam Salaris, apo qëndistarës e Flamurit. Pra, Vlora është vend i pelegrinazhit, vend i frymëzimit, vend për takuar në ndonjë mënyrë diçka nga e folura Lapçe, nga karakteri dhe krenaria tipike Lavërisë, si pjesë e krenarisë dhe trashëgimisë kombëtare. Po thuaj çdo familje kosovare e ka si rregull, si borxh e kënaqësi njëkohësisht të sjellë fëmijët në momentin që kuptojnë diçka nga historia. Goca e gra me emrin Vlorë ka shumë në Kosovë. Besoj ju e dini këtë fakt. Dhe gjurmëve të kësaj trashëgimie dëshiroj që të vazhdojmë të gjithë bashkë, është detyrë juaja dhe jona, sidomos në universitet duhet të japin instruksione më tutje, duhen t'ju shohin kosovarët sa më shumë në Prishtinë, në Pejnë, Gjakovën, Podujev, me projektet ndryshme, biznese, fejesa, martesa, bashkëpunime universitar, para së gjitha ka rëndësi të veçantë. Pra, kjo është një nga arsyet që doja që të
këtij emocioni të shtohen edhe fakte konkrete të këtij bashkëpunimi, jo vetëm fraza ose teori, po konkretisht bashkëpunim me çdo gjë, Dijen, shkollë, biznesen, kulturë, sporte, e kështu me radhë. Ambasadori i Kosovës në Shqipëri Skënder Durmishi ju përgjigjet e pyetjeve të studentëve dhe maturantëve, ndërsa takimi u zhvillua si një bashkëbisedim i hapur për të folur edhe për bashkëpunimin akademik, por edhe për perspektivat e dy vendeve në Bashkimin Evropian.